Hudhra në mëngjes, sekreti që duhet të dini. Hudhra është një nga perimet që njihet për vlerat e saj antibiotike për shëndetin. Ajo është një luftuese e madhe për sëmundje të ndryshme, nga rënja e niveleve të tensionit deri te përmirësimi i organizmit, dhe ngrënia e saj në një stomak të zbrazët mund të bëjë më shumë mrekulli të cilat ndoshta nuk i keni imagjinuar. Të hani një hudhër në mëngjes përpara se të hani diçka tjetër është sikur të konsumoni kundër helmit përpara helmit, që do të thotë se helmi më pas nuk ka efekte. Ju gjithashtu duhet të jeni të gatshëm që ta shtoni atë në dietën tuaj. Kështu, shtimi i hudhrës në dietën tuaj do të ofrojë antioksidantë të cilët mbrojnë stomakun nga probleme të ndryshme. Hudhra, sidomos ajo e papërpunuar, nëse shtohet vazhdimisht në dietën tuaj dhe brenda sasive të lejuara, do t'jap përfitime të mira kundër problemeve të shëndetit të zemrës, tensionit dhe mbrojtjes së imunitetit.